sepse pavarësia ekonomike është se shtresa mesme është duke të kurrë, duke zvogluar, duke varfënuar me vetë faktin, sepse produktet jo elastike, si janë produktet elementare bazike, që patjetër duhet qytetarët që t'i blenë. Gjithashtu është edhe një faktor tjetër që kriza politike që 6 muaj, sepse 3 muaj para zgjedhjeve ka qenë fushata, 3 muaj më shumë u bënë mas zgjedhjeve, 6 muaj, mos formimi institucione, dhe me thënë themelimi i Kuvendit Kosovës, kryesisë Kuvendit Kosovës, gjithashtu ekzekutivit, i ka defektet e veta edhe ndikon edhe në aspekt ekonomik, sepse politika me ekonominë janë ndërlidhur njëra me tjetrën, edhe ndikon negativisht në proceset ekonomike. Proceset ekonomike janë shumë të shpejta, shumë ndryshueshme, andaj duhet përgjigje adekuate nga institucionet përgjegjëse, edhe duhet këtë politika publike që ti kundër përgjigjet, qoftë domethënë në mbrojtjen e kategorive, për shembull të tyre tualte, duke i subvencionuar kategoritë me tyre tualte, siç e kategoritë sociale, për shkak se është e papërballueshme me këto tyra. Po, nëse e shohim e përmendëm edhe politikën, e dim që i kemi pas tashmë edhe zgjedhjet, edhe kemi pas sa ka qenë pjesëmarrja e popullsisë në këto zgjedhje, në votime. E dim që është një lloj dëshpërimi. Mirë po kur është esenca e protestave cilave i përmendi edhe Keka në fillim, edhe në ato kemi pas pjesëmarrje të ulët. A vjen kjo prej humbjes së besimit sepse me protest mundesh me arrit në një zgjedhje, apo vjen kjo prej mosdijes për zinxhirin e ndryshimeve që munden me ndodhë dhe pasojave të cilat do i bartin vetë qytetarët me xhepin e tyre? Sepse nëse po e përmendim vetëm rritjen e energjisë elektrike, tashmë kalojmë në tarifat e sezonës verore, që janë pak më të ulta dhe pak më të përballueshme në krahasim me tarifat e sezonës dimrore, të cilat na presin në dimrin e 2025, dhe kjo rritja për 16.1% nuk do të bie kur vije sezona dimrore. A vije kjo prej mosdijes, prej mosinformimit, apo prej humbjes së besimit të kryerjes punë diçka prej protestave të tilla paqësore? Po sigurisht që mosformimi i institucionet edhe ndikon edhe në kredibilitetin, mosbesueshmërinë ndaj institucionit. Në momenti kur ka mosbesim ndaj institucione, faktikisht edhe ka ngritje të çmimeve, edhe populli po e sheh situatën edhe për verifikojnë, sepse nuk po s'ka institucione, nuk ka përgjegjësi, nuk veprohet, andaj krijohet mosbesim, mosbesimi tyre është dëshpërim që pse nuk marrin pjesë edhe në për fushata, protesta, apo që mi frenu këto çmime, faktikisht me ngritë zërin e vete, edhe është shqetësuese, edhe ekonomia, kom se ka shumë intervista, është e politizuar tek që 25 vite, gjithmonë ka dominuar agenda politike përpara agendës ekonomike, vetëm në për fushatër për tema ekonomike, për çështjet ekonomike, gjithë jemi dëshmitarë, jo do të ketë investimi, do të ketë rritje të pagës, do të ketë domethënë politikat favorshme për qytetarët e subvencionuese mirë, por pas zgjedhjeve faktikisht gjërat po ndryshojnë. Edhe kjo nuk është njëherë, po është përsëri çdo fushatë ku është kriju mosbesim, momenti që ku ka mosbesim edhe i kanë humbur besimin tek institucionet, sepse nuk po veprojnë, edhe vetë fakti që nuk po formohet, kjo po dëshpëron qytetarët, edhe mosbesimi tyre po reflektohet edhe në jetën praktike, që nuk po marrin pjesë, pse për çështje ekonomike, për ngritje tarifet të rrimës, mos me ngritë zërin, ma fuqishëm mënyrë që të frenohen këto. Njëjtë sikurse gjatë fushatave, sepse gjatë fushatave ne i shohim sheshet e mbushura me të njëjtit qytetarë, cilët kur vije puna për protestat të tilla paqësore nuk janë të pranishëm në sheshe. Shumë e vërtet, unë vetë faktin më karo me ndëgju edhe më siguri edhe ju në keni ndëgju për shembull vendet me ekonomitë më dhaja, për shembull sukur Franca, çdo 2 javë ka protesta për çështje ekonomike, ku është Franca, për shembull, një ndër mesin ekonomi më të mëdha të Evropës, tek ne tash ne thuajse po pajtohemi këtë gjëre, edhe pse nuk pajtohemi, mirë po heshtja është pajtim. Faktikisht për çështje ekonomike kur të kërcënohet standardi jetësor, faktikisht duhet të ngritë zërin. Ku e ceka edhe më herë që përpas krizës ekonomike, sociale dhe politike, këtu krijon edhe pavarësi ekonomike dhe sociale.
sepse pavarësia ekonomike është se shtresa mesme është duke të kurrë, duke zvogluar, duke varfënuar me vetë faktin, sepse produktet jo elastike, si që janë produktet elementare bazike, që patjetër duhet qytetarët që t'i blenë, po ndikon që zvoglohet fuqia blerëse, ato të kurrën kërkesat për produkte jo bazike, apo për produkte elastike. Në këtë raste, kjo është edhe zvoglohet, apo të kurrë, të shporta dhe kërkesat e konsumatorit. Sepse nevojat janë, për më formu një kërkesë në ekonomi, do duhet nevojat plus parat barabart me kërkesa. Në momentin që nuk i para apo mjetët monetare, nuk i kërkesa. E këtu ku të mungon mjetët monetare apo parat faktikisht të kurrën kërkesat.